Ky do thojë është rasti kulminant ose rast shumë specifik se si konkretisht arresti përdoret tashmë jo si një instrument për të mbrojtur hetimin, por si një instrument për të fituar lojën akoma pa u zhvilluar, sepse ashtu siç e thotë dhe Komisioni i Venecës në raportin e fundit që flet për arrestimin apo ndalimin apo pezullimin e funksionarëve të zgjedhur, çdo ditë që kalon në burg një funksionar i zgjedhur, është një ditë më shumë barre për prokurorinë që të provojë arsyet se pse e mban burg. Sepse qëllimi i arrestit, që është masa më ekstreme e parashikuar nga Kodi i Procedurës Penale, që si rregull vetëm kur janë gjithë masat tjera të arsyetuara që janë të papërshtatshme mund ndërmerret, por edhe sikur të konsiderojmë për një moment që le të themi ka qenë arsyetuar në momentin kur është bërë, çdo ditë që kalon i shtohet barra prokurorisë për të provuar se pse vijon ta mbajë në burg, sepse qëllimi i masës sigurisë pra është ruajtja e hetimit, ruajtja e provave, ruajtja e pa ndikuar e procesit hetimor, po jo si qëllim vetvete, jo si taktik për të fituar një lojë e cila akoma nuk ka filluar zhvillimin i saj në gjykat, pra akoma nuk kemi në një gjykat themeli. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që ky është rasti që ku duhet thënë qartësisht që është tepruar, duke shtuar këtij argument dhe argumentin tjetër që në diendin time gjitha gjykatat, përfshirë gjykatën e lartë, nuk kanë marrë shqyrtim fare dhe nuk kanë arsyetuar faktin që ata nuk po arrestojnë thjesht një qytetar të Republikës së Shqipërisë. Ata po arrestojnë krye qytetarin e Tiranës, pra po arrestojnë kryetarin e bashkisë. Njëkohësisht po arrestojnë praktikisht edhe pritshmëritë e njerëzve për t'u qeverisur nga një i zgjedhur prej tyre. Dhe kjo nuk është biseduar, nuk është arsyetuar, dhe nuk është marrë shqyrtim nga gjykatët, për vendosur një proporcionalitet të arsyeshëm midis interesit publik për të mbrojtur hetimin me interesin publik që qytetarët kanë për t'u qeverisur nga i zgjedhur prej tyre. Dhe kur këto dy interese publik ballafaqohen, gjyqtari ka detyrimin që të vendosë midis dy intereseve dhe në mënyrë proporcionale mund gjeni një masë e përshtatshme e cila realizon edhe interesin e qytetarëve për t'u qeverisur, edhe interesin e prokurorisë në këtë rast për të mbrojtur hetimin. Kështu që mendoj që ky minimalisht duhet të thënë që ky është një masë e cila është jo proporcionale dhe çdo ditë që kalon e bën akoma më proporcionale dhe e kthen nga një instrument mbrojtës hetimit në një instrument taktik për të fituar një proces gjyqësor i cili s'ka filluar akoma.